Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në një tjetër video këtu në kanalin tim. Sot është e hënë, data 3. Po, 3 sot pit? Data 3 maj. Pap një vlog të ri sot dhe kemi bërë një dërgesë në fillim. Nëse kemi kthy diçka, tani jam duke ikur sepse do bëjmë vaksinën e Zoit. Kemi dozën tjetër. Më duket se nuk ka më të vaksinës së 1 vjetorit. Dhe vendosa ta bëj sot, pasi Zoi ka 1-2 javë që është mirë me të drejtën, siç u kam thënë që duhet të ishte shumë mirë fëmia përpara se ta çosh sidomos te këto vaksinat që janë çik më merak. Zoi nuk ka pas as hund, as koll, as gjë. Dhe tani do ikim do ta bëjmë, do shpohet, kështu që sot jemi në vëzhgim të Zoit, pastaj do ikim në shtëpi, nuk do dal, se e kam pak si kështu si me merak të dal kur ajo bën vaksinat, më mirë e shikoj në shtëpi, jo nëse i hipën temperatura, e di që e kam në kontroll aty se sa jashtë. Edhe e di që do fleri gjumë, kështu që ikim bëjmë vaksinën, do jo marr me vete, pastaj në shtëpi, ndoshta kthej aty meqense kam atë doktorin afër me marketin dhe aty përballë marketit duhet marrë një porosi, mase kthej një xhiro aty te marketin, marr në gjë që na duhet. Dhe pastaj në shtëpi na presin edhe pako, kështu që do ju tregoj më tej se si do vazhdoj, si do reagoj edhe Zoi, se e di që ka shumë nana që më pyesin sidomos për vaksinën e 1 vjetorit, që si shkoj, ku e bëre, e të tjera. Do jemi këtu në update, në përdetësime. Vaksina mbaroi, ja bën te krahu Zoit dhe çdo gjë shkoi shumë mirë. Do me thënë Zoi 2 sekonda qau, nuk qau shumë këtë radhë, edhe kaq. Tani po ikim në shtëpi, do kthejmë të marrim porosinë e mamit, një 2 minuta në market, edhe do ikim te shtëpia, se do dhe gjumë Zoi, do gjumë kjo dashuria mamit. Oj lot, syt ju mushen me lot, por nuk është se zjati shumë, ju thash. O zot, inshallah çdo gjë shkon mirë tani, me temperaturë nuk kemi kështu gjërash. Dhe kështu do jemi në sërish këtu, do me thënë se do jemi në kontakt. O, sot pas ka diell. Sikur nuk e takon kështu. Nejse, Gjermania ma. I ka tani një herë, do të gjojmi. Hej goca, përshëndetje, kam harruar fare të filmoj, të xhiroj tani gjatë ditës, më falni, por nga që kam qenë duke parë, Zoi ka fjetur me thënë drejtën, por kam qenë e zen, se në momentin që Zoi fjeti gjumë, unë u mora me videot bashkëpunimet e TikTokut, se më erdhën goxha pako me thënë drejtën, edhe duhet të shfrytëzoja momentin. Për t'ju thënë se si ka shkuar vaksina, në kuptimin nëse i ka dhënë Zoit temperatura, po jo, deri tani çdo gjë duket shumë mirë. Zoi s'ka pat fare, po fare temperaturë, madje 37 ka qenë temperatura. Uroj që kështu të shkoj edhe nata, se nata është ajo që është pak më, jo më e frikshme, por që mund na zëri gjumi apo kështu gjërash. Uroj që edhe nata të shkoj shumë mirë. Tani unë Zoit jam duke i bërë një supë, se me thënë drejtën nuk është se ka pasur shumë uri, në një uri kush e di se qa. Unë kisha bëra për drek në fakt, makarona kështu që i ka marrë Zoit nga ato që janë me përbërje spinaqi, që janë të bëra me spinaq, por Zoi nuk hengri shumë. Me thënë drejtën nuk është edhe i pëlqen shumë të lloj makaronash kështu, por janë më të shëndetshme të themi. Gjithsesi, ajo shumë hengri shumë, edhe unë i dhash pastaj që i dhash unë pak shalqi, se kisha bler shalqi, se kam bërë edhe pazari, isha dhe në market, nuk arrita do të filmoja, se nga që kisha Zoin këtej gjërat, këtej edhe nuk arrita të filmoja dot. Vajta në market dhe bleva një ca gjëra, ushqime që na duhen. Kishte dal edhe shalqi, unë kështu i them, shalqi, edhe tani në verë ai është fruti im i preferuar me thënë të drejtën,
Dhe ishte goxha i mirë, dhe po thoja, ngeli dhe. Nëse, i dhash Zojit, hengri dhe boronica i bën shumë mirë. Ju kam thënë dhe njëherë tjetër për temperaturën, do me thënë, që ke mama? Mendova se u vra mistrecia, prandaj e fika. Edhe po thoja, i dhash boronica. Zoji i ka shumë qef boronicat. Marrën fare. Nëse ajo nuk do të haj për shembull, e keni parasysh që momentin kur fëmijët nuk han, boronicat i ha, edhe sikur të ketë ngrënë, thua ti, po nuk e ngri boronica, e ka të pamundur. I ha shumë, edhe unë nuk ja ndaj me thënë drejtën, edhe i dhash boronica që mos të rrinte, se qa më jeta ime? Vjere mamit, që ka goqa mamit? Që mos të rrinte pa ngrënë fare, i dhash boronica, edhe pastaj fjeti gjumë, normalisht i dhash edhe gjoks, piu edhe qik qumësh, dalta e mamit, prit, të këshu ti. Mere, mama, po që lem zhë ty? Mistrece, rizbathur ti, nuk i mban fare qërapet, fare, madje edhe në karroci i heq qërapet Zoj. Po shikon ku po flasun. Edhe, kështu, fjeti gjumë, sta fjeti, 1 orë gjysëm, diçka e tillë. Pastaj e vura prap në gjumë, tani nga ora 3, edhe në ora 3 i bëri një 1 orë gjysëm gjumë prap, dhe është okej, mendoj. Me qenë se unë tani u kujtova, thash, unë do bëj darkën, Zojit, thash, edhe po filmoj pak, t'ju tregoj pa gocave se nuk kam filmuar fare. Jo mama, jo dëshuri. Zoj, këtu po bie shi goca, nuk është ftohtë, por po bie shi. Edhe tani po i bëj një supë Zojit me karrotë ëmbël, karrotë normale. Romilda, karrotë ëmbël. Patate normale dhe karrotë do thoja. Do i bëjmë nga ato makaronat e vogla. Nga ato makaronat e vogla, inshallah pak, se nuk dua që mos të haj sidomos sot, edhe prandaj po i bëj edhe supën. Gjithsesi, nëse nuk ha, s'kam ç'a t'i bëj, edhe me Zoj nuk jap do t'i jap kos, se Zoj kosin e ha. Unë kështu veproj goca, se më kujtua tani një gocë që më kishe shkruajtur në Instagram, më shkruajti shpar, edhe më shkruajti tha Romilda, tha si ja bën me gocën, tha për pjesën e ushqimit, sepse e kemi gocën, do me thani kishim moshatare fëmijët. Edhe i thash paga shumë se si ja bëj unë. Unë, me thënë drejtën, nuk është se flas shumë në rrjetet sociale për sa i përket rritjes së Zojit, kush më ndjek e di shumë mirë. Unë qa postoj ndonjëherë Zojin, ose për shembull sot që bëri vaksinën, postova një story kur ka bërë vaksinat, edhe kaq. Nuk dua të postoj shumë sepse e di që kjo është një temë shumë e ndjeshme. Jo mama, ato prit Zoj, jo se s'jam për ty këto. Ikane, hec, që më kështu, mos bërë muja mama, je gocë mirë, bravo. Këtej është që kërëmuj, si që të mon këtej rrinë ato, se me erdhën porosit kartonat gjëra. Gjithsesi, mos ndajemi nga tema, se di dhe sa minuta ka kjo për të filmuar, se m'jan mbush plot me memorie të gjitha. Po thoja goca që unë nuk është se postoj shumë rreth rritjes së Zojit, aq më shumë do me thënë për pjesën e ushqimit, nëse ajo ha apo jo, si po shkon. A kuptoni? Sepse e di që kjo është... Qa po bën me mama aty? Jo, Zoj, se janë plera ato. Jo, Zoj, jo mama. Të lutem. Heca nej, dale. Ec los me lodrat e tua. Ku i ke librat ti? Librat që solli Tezja. Ec meri librat. Edhe nuk është se postoj shumë po thoja, na falni se s'kemi qa të bëjmë. Se e di që kjo është një temë shumë e ndjeshme për nanat, sidomos pjesa e ngrënies së ushqimit. Edhe kjo goca po thoshte si ja bën sepse jam e mërzitur, stres, kështu gjërash. Edhe i thash pak a shumë goca, unë po e ndaj edhe këtu, nuk është se bëj ndonjë gjë të madhe, sepse nëse Zoj nuk do të haj, nuk do, unë s'kam qa t'i bëj, me Zoj nuk ja jap dot, e di, edhe unë mërzitëm shumë herë, edhe ndonjëherë e bëj gabim që mundohem që edhe unë t'ja jap me zor, se besoj se të gjitha e bëjnë këtë gjë, ndodh,
ndonjëherë e stakoj dhe them, ok, nuk I jap, edhe po thoja që nuk e se bëj ndonjë gjë të veçantë, goca. Për shembull, nuk e di ku e lash fare muhabetin, ja, Zoj ti merr mend. Nëse po thoja goca që nëse ajo nuk do të haj, unë mundohem që mos t'i jap me zor. Për shembull, unë më shumë I jap Zojit, mundohem që t'i jap disi më shumë, ose ku e di unë, t'i bëj një vakt më të mirë kur e di që ajo, për shembull, këtë vaktin e di që ajo do ta haj. Për shembull, darkën. Mundohem që t'ja bëj të shëndetshme më shumë, sepse e di që darkën Zoji e ha. Unë nuk është se jap shumë mes vakte Zojit, ajo kështu merr në duar gjëra. Nuk është se unë ja ndaloj, por që t'i jap shumë mes vakte jo, sepse kam kuptuar që e stopon për të ngrënë vaktin që duhet. Kështu është Zoji, nuk po them për gjithë fëmijët, edhe mëngjesi është që ajo e ha, do me thënë, e ha, unë zakonisht mëngjes Zojit nuk është se I bëj ndonjë gjë të veçantë, I bëj edhe bukë me qumësh, siç jemi rritur të gjithë, ose kam nga ato bukët të thekura kështu me qumësh, ato kanë dhe pak shije dhe janë shumë të mira. Bukë me vezë I bëj Zojit, ose vezë të zjera, ose vezë të skuqura, ose banane me avokado, që ajo ka pas gjithmonë qef edhe ja bëj akoma, edhe pse tani është më rritur. Çfarë bëj tjetër mëngjesuna? Kështu gjëra është, domethënë, nuk është se unë ja mbush shumë me shumë llojshmëri, me thënë drejtën Zojit vaktet, sepse ajo nuk I ha, domethënë Zoji do një gjë ta ketë aty, nuk do shumë gjëra. Prandaj për shembull, unë kur I bëj supën, ja fus këtu dhe ajo I ha. Nuk është se mundojmë që t'jap larmishmëri në pjatë gjërat, sepse ajo los edhe nuk ha fare. E kuptoni? Nuk e di nëse më kuptoni atë që dua të them. Mundohem që aty ku ja gatuaj t'ja fus të gjitha gjërat që I duan, për shembull. Dje pata fasule unë, I bëra, se Zoj nuk e ha fasulen kokër, ja bëra tek ajo te mikseri ndarket edhe u bë pak I trash lëngu, ja dash ashtu. Ose ka raste që ja bëj edhe për shesh, siç e kemi ngrënë, edhe e ha. Edhe nuk I fus gjë shtesë për shembull, ku di unë perime tjetër ose ndaj diçka tjetër. Maronata mund t'i jap boronica ose ndaj frut tjetër, për shembull lule shtrydhe, nëse ajo mund ta haj, po boronica t'i ha gjithmonë, ose jap edhe kos, se edhe kosin ja jap pothuajse domethënë çdo darkë themi, çdo ditë mundohem t'ja jap kosin, 1 ose 2 vakte, dhe frutin. Nuk e di më kuptuat apo jo, po kështu funksionoj unë pak a shumë. Do me thënë, kur unë e di që Zoji nuk ka ngrënë shumë dhe e di e kuptoj që ajo është e uritur, mundohem që t'jap gjëra, larmishmëri kështu, themi atë gjën kryesore dhe kosin dhe frutat. Edhe kjo gjë do të zakonisht ndarket, sepse tani mas dite unë nuk I jap shumë, se e kuptoj që ajo ngopet edhe kështu. Më vjen shumë mirë për ata fëmijë, nëna që ku di unë I japin gjithmonë fëmijës së tyre, I rashikoj ambushin plot, po edhe nuk mërzitem shumë, sepse kështu janë fëmijët dhe kështu duhet të jemi, nuk duhet të mërzitemi shumë. Çfarë bëjmë tani? Duhet ta pranojmë atë gjë, ajo aq do haj. Është mosha tani që s'ke çfarë të bësh. Edhe prandaj unë nuk flas shumë në rrjetet sociale për këtë pjesën e mëmësisë të themi, se e di që preken gocat, as për rritjen, as një gjë, edhe nuk dua të flas në fakt, sepse sido që tjetë, dash të thuash ti diçka për shembull të mirë, dash të thuash ti diçka jo të mirë që ajo tjetra do ngushëllohet, themi, nuk është më mirë mbaje për veten tënde si po zhvillohet fëmia jote se sa ta ndash aty. Ky është mendimi im, nuk e di, nuk jam kundër atyre që e bëjnë, më vjen mirë sepse mbas edhe motivojnë nënat kështu, por kam vënë re që nuk është se motivohen shumë nënat kështu, përkundrazi. Edhe më mirë rri aty edhe sa të dëgjoj llafet, më mirë s'kam pse. Kjo goca që më shkruajti në privat, ju përgjigja edhe kështu.
Kështu njerëz, thjesht për shembull, unë nuk e di, unë mundohem që normalisht arris mirë Zoin, shumë mirë, por kur nuk do tani, unë nuk jap dot kur nuk do të haj ajo. S'kam që t'i bëj, nuk kam që t'i bëj. Zoti na i ruaj, Zoti i dhan shëndetin të gjithëve, se ças po bëhet, aman. Edhe kështu njerëz, sidomos se harrova t'ju thoja. O Zot. Qa keme mama? Qa po bën? Po losti, kujdes e vritesh. Me atë lajmin që dëgjova mren me për ato fëmijët në Durrës, aq janë prekur o goca, sa nuk e keni iden. Edhe tek një video që kam postuar, kam folur pak a shumë për këtë gjë. Janë prekur aq shumë sa nuk e keni iden. Gjitha besoj, nuk ka fjalë, nuk ka asnjë fjalë që mund ta shprehi atë gjë. Imagjinoni, të vi mami vet nga Italia me babin dhe mos ta gjej fëmin, nuk e di, o Zot, jepi, nuk e di, jepi, qa t'i japësh në këtë rast një prindi, kur ajo, qa t'i japësh, ku ta gjejnë ata, o Zot, mos provoft asnjë me gjëra të tilla, asnjë mos e sprovoft. Edhe hec po deshe ktheu në Shqipëri, edhe thon njerëzit jo po juve se doni Shqipërinë, jo po kështu, jo po ashtu, pse e mohoni, ku ta diu, nuk e se po e mohojnë, po edhe kështu. O, ato gjëra mund të ndodhin kudo. Mos e pas kismet, mos e pasin kismet kur i thon, por pse të ndodhin kaq shumë atje, se shumë ndodhin kështu, sidomos në trotuare, shumë. Nuk e di njerëz, por që na ka mërzitur shumë kjo, o Zoti i madh, dje mbram kur po vendosja Zoe në gjumë, nuk doja ta lëshoja në krau, doja vetë ta mbaja, se Zoe flet e krevati vet. Dale mama? Mama me një kështu. Zoe flet e krevati i vet. Edhe se si po më dukej, o Zot thoja. Qa me dashuri? Ku e le bukën ti? Na, ja ku e ke këtu. Mere? Mele, hecane. Do ato bukët e thekura, keni parasysh ato që janë kështu si të vogla, maron për ato. Edhe po thoja, nuk doja ta lëshoja Zoe në krau, doja ta mbaja, mos ta lëshoja, nuk e di, aq shumë janë prekur, o Zoti i madh. Edhe vazhdojnë akoma videot me ato. Nuk e di, aq më ka prekur sa thash, o Zot, mos e sprovoft asnjëri, asnjë për këtë gjë, se nuk ka. Nuk ke as fjala si gjë që mund ta përshkruaj. Kështu njerëz, tani. Se qa kam folur, Uroj që të më keni kuptuar. Unë i hodha perimet këtu, po zjejnë, edhe futa një nga ato supat e pulave, dhe të zjejnë ato, pastaj do hedhim këto makarona dhe uroj shumë që ta haj Zoe për darkë. Po nuk hengri, unë do t'ja kos, ose do ja përshesh pak me tulle, me tull buke do me thënë, që mos të rri pa ngrën fare se kam hallë se zgjohet natën, se unë nuk është se e ngop shumë, e vërtet unë kam, po jo aq. Dhe me qëra fjala, tek pjesa e gjirit, me kismet Zotit, ju kam thënë edhe këtu që mendoj ta heq, kismet Zotit, se nuk duhet ta bëj kështu. Sa të kalojnë këto ditë që Zoe ka këtë të vaksinës, edhe po mendoj ta heq, kështu që do shikojmë si do shkoj, por kismet. Do ju lajmëroj, do ju them edhe për këtë gjë se si do shkoj. Por për momentin jo, se dua të kaloj këto 2 ditë, 3 ditë të paktën, që ta shikoj që nuk do ketë temperaturë, do jetë mirë, nuk do jetë e grindur, dua që ta mbaj, se normalisht këtu ngjen ajo ngushëllimet, gjitha gjërat. Sepse nuk kam njerëz, o goca, nuk është se kam shumë është tani për t'i dhënë Zoe, sinqerisht nuk kam. Duhet të rri gjithë ditën kur i thonë që të mbushet vetëm gjoksi i majt, se i djathti nuk e di a ka s'ka, se ndje fare që ka. Prandaj, Zoe thjesht futet aty, më duket mua, se vetëm thjeshta për e ka kështu si rutinë, domethënë. Shumë pak mund të gjej.
Nejse, tani unë po e mbyll për momentin edhe do... Heme mama. Haje. Nuk e do. Pse se do goqa? Nuk e do me? Jo ty. Na. Mirë, në rregull. Kështu goca, do të gjohemi. Urosh, inshallah nuk harroj të filmoj sërish. Goca, mirëmëngjesi nga një ditë tjetër këtu në kanalin tim. Siç mund ta shikoni, ne po dalim me Zoin, kemi dalë më saktë. Jemi afër te kafja. Sot vendosa të dal se thash okay. Mendoj se më e keqja kaloi të themi pjesa e temperaturës së Zoin, nëse do t'i hipta apo jo të isha në shtëpi. Dhe shqyr Zotit, o Zot, faleminderit. Nuk ka pasur asnjë lloj temperature as gjatë natës. Me thënë të drejtën, okay, ju thashim bram që do filmoja, prap edhe harrova edhe e lash vetë, sepse thash, okay, po e hap sot, që ta shikoj edhe gjatë natës se që do ndodha me Zoin. Dje e pa që unë i bëra Zoit sup, por Zoj nuk hangri, e dija, e prisja që nuk do hante, sepse e njoh, por që mos ta lija pak ngrën fare, i dhash pastaj kos. I përshesha pak kos, me buk do me thënë, edhe hangri pak kos që mos të rinte pak ngrën fare. I dhash edhe fruta, boronica e lule shtrydhe, edhe në orën 8:30 ka fjetur mbrëm. Okej, nuk kam pas temperatur fare, ju thash fare, është quar në orën 3, edhe do në të gjumë, por nuk e zinte, se duket ka pas pak siklet, se është normale, por temperatur fare. Gjithsesi, tani mëngjeset është quar pak më vonë, se normale, ndeti janë 1:30 zgjuar mbrëm, kur u zgju, edhe pastaj tani u zgjua në orën 8. Mëngjesin e hangri, shqyr Zotit, drita mamit vet. Është shumë mirë, edhe tani jemi duke shkuar për te kafja, edhe kështu njerëz. Unë këtu po e mbyll këtë vlogun, të themi vlogun e vaksinimit të Zoit, edhe kështu do shifemi në vlogje të tjera. Mos harroni të më suportoni, faleminderit, puqje!